Përshëndetje, mirë se vini në Living Room. Plot 150 artistë të teatrit kombëtar të operas dhe baletit janë mbledhur për të dhuruar një opera gala nga ato më madhështoret. Dje dhe sot, Tirana do të përfshihet në një nga ngjarjet më të mëdha operistike. Nga ato që ndodhin rrallë, por mbahen mend gjatë. E kam fjalën për shfaqjen Opera Gala. Ky projekt bën bashk yjet e artit klasik. Publiku pati mundësinë t'i ndjek ata ditën e djeshme dhe do t'i ndjek edhe sot. Në fakt, biletat janë shitur me shpejtësi të madhe, por për të gjithë artdashësit, ne do të përpiqemi të sjellim një shije të shfaqjes me 3 diva, të cilat kanë lënë skenën për pak kohë dhe kanë ardhur në Living Room. Ato janë artiste të mëdha dhe rrallë do të keni mundësi t'i shikoni të treja bashk, ashtu siç do të ndodh edhe në këtë studio. E ftuara e parë është soprano me një karrierë prej 3 dekadash, ka një repertor të pasur në role dhe shumë çmime mbi supe. Mban fronin me sukses për shumë vepra klasike botërore. Mirëpres, Eva Golemi. Eva, përshëndetje, mirë se vjen në Living Room. Faleminderit për ftesën. Shumë knajsi, si nga hera të mirëpres, shumë urime, shumë komplimenta për shfaqjen e djeshme. Besoj jeni ende me emocionet për sot. Faleminderit, po, patjetër. Shpresojmë shumë mirë dhe sot. Jam e bindur që do të shkoj shkëlqyeshëm, ashtu si edhe dje të fotografohesh dhe në Living Room na bashkohet një tjetër artiste, edhe ajo është soprano dhe protagoniste në opera shumë të rëndësishme në Tiranë dhe në Sofje. E nderuar gjithashtu me çmime në rolet e saj operistike. Ftoj në studio Ramona Tullumani. Ramona, përshëndetje, mirë se vjen. Në Living Room, çfarë kënaqësie, shumë komplimenta edhe për dukje, nuk të kisha parë ndonjëherë më sportive se këtë herë. Po. Faleminderit. Një befasi e këndshme. Mirë se vjen. Mirëpres edhe të ftuarën e tretë, më pëlqen shumë t'i cilësoj artistet tona të dashura si diva, pasi ato të tilla janë. Ajo është një bërshëtim i përkryer i elegancës, klasikes dhe modernes, koreografe, prima balerin, personazh televiziv dhe një grua me një stil të veçantë. Ftoj Enada Hoxha, prima balerina. Përshëndetje. Mirë se vjen në Living Room, shumë knajsi, shumë komplimenta, shumë urime për këtë opera gala. Ju falenderoj shumë që keni lënë skenën për disa minuta dhe keni ardhur në Living Roomin e Vision Plus të ndajmë disa nga emocionet e mbrëmjes së djeshme dhe asaj që pritet të ndodhë sot. A ishte kjo një strategji e teatrit kombëtar të operas dhe baletit që të bënte bashkë 150 artistë në skenë? Unë nuk mendoj që është hera e parë, me thënë një shfaqje gala e kësaj radhe. Prej vitesh të paktën unë, Eva, por edhe Ramona, prej vitesh kemi luajtur shumë shpesh gala të ndryshme, të cilat kanë qenë shumë të suksesshme. Në fakt, ishte ca kohë që një gala, do të thënë, pas kaq kohësh, sigurisht që do të bënte pakës zhurmë. Edhe është vërtet interesante, sepse na bën të gjithë dhe bashkë. Është e vetmja të themi mbrëmjet gala që bëjnë korin, orkestrën, solistët e këngës operistike apo dhe baletin me solistët, që na bën të gjithë dhe bashkë. Është e bukur sepse ka një shumë llojshmëri të themi materialesh, qoftë në këngë, muzikë apo dhe balet. Kjo e bën dhe më të këndshme mbrëmjen, nuk e bën të mërzitshme, edhe pse është një mbrëmje shumë e gjatë, sepse këtu njerëzit nuk do të shikojnë një vepër nga fillimi deri në fund, por do të shikojnë një copsa të veprave më të dashura të tyre. Bukur, qëndrojmë këtu dhe ju na tregoni për rolet tuaja në këtë opera. Po, oke, më qeni sa unë, po në rastin tim, unë të themi bëhem pjesë e kësaj galaje pas shumë kohësh. Dalja ime fundit ka qenë me fatalitan qershor. Do të flasim edhe për të, edhe për mungesën tënde gjithashtu, gjatë këtyre muajve. Më kishte marrë malli të them të drejtën për të qenë në skenë. Kjo vjen si faktore shumë arsyeve, por mua më vjen mirë sepse edhe pse në këtë mbrëmje unë kam vetëm një dalje timen, në të themi në pjesën e Carmenit. Një pjesë që e dua shumë,
Dhe më vjen mirë që maestro Zanela, i cili ka ardhur pikërisht për bërë dhe regjinë e kësaj shfaqje, kësaj galaje, por edhe të punoj me trupën e baletit bëj koreografi, ma theksoj që këtë pjesë ka bërë apostafat për mua, kështu që më vjen mirë që më ka vlerësuar dhe uroj të bëjnë më të mirën. Sigurisht do doja shumë të kisha dhe pjesë të tjera, por me këtë rast mendoj që amaneti maestro agronalis, kur dikur unë kërceja nga 10 numra për gala, apo për shfaqje, më thoshte Nada, njëherë duhet dalë në skenë, po atëherë kur dalësh të bësh gjën më të mirë dhe më të bukur të nden. Kështu që mendoj, kjo është një moment i rëndësishëm për mua në këtë shfaqje pas kaq kohësh, kështu që me zor po pres sa po kalojmë mbrëmja e parë dhe kjo është mbrëmja e fundit, mbarojnë shumë shpejt. Më shumë bëjmë prova se sa bëjmë shfaqje. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Unë në fakt kam disa vite që bëj gala, por jo këtu në Tiranë, por në Operën e Sofjes. Dhe do thosha që jam mësuar me gala këto kohët e fundit. Dhe më pëlqen, është e vërtet kjo që thotë Nada, që del dhe aty që bën ta bësh sa më mirë dhe të japësh gjithçka që mundet në ato pak minuta, më shumë pret pas kuintave, se sa jenë në skenë, dhe kjo është shumë e vërtet. Dhe fajsa është e vërtet që ju jeni mësuar të bëni gjithmonë më të mirën. Po, patjetër. Dhe ato pjesët që unë interpretoj, është një nga pjesët e mia që do thosha është cavallo di battaglia, që e kam sepse jam e zonja që dhe të kërcej pak. Dhe ndërkohë të kap edhe nota të larta dhe të arri fryma ime të plotësoj atë 3 minutë, 4 minutë për të gjithë pjesën. Është Çardash, është një pjesë operet e Kalmanit, që unë e kam shumë qef, dhe kam edhe një duet, i cili është shumë pak minuta nga Don Giovanni, të cilin nuk e kisha kënduar në një herë, nuk e njihja fare, nuk e di, ma propozuan dhe më pëlqeu, thash okej, dalë si koket aty për pak sekonda, këndoj me një bas të teatrit të operës e baletit, dhe është shumë bukur. Pastaj dalim edhe, kam dhe 2 dalje të tjera, të cilat i kam në grup me të gjithë solistat, me baletin, që është një moment shumë i bukur, sepse kërcejmë, këndojmë, gëzojmë, dhe puntojmë të japim më të mirën për publikun. Eva, e cila ka thyer rekordet e vetes për interpretimin e sa kryeveprave në personazhin kryesor, në heroinën. 37 role, shumë janë në fakt, gjithë karrierën time prej 29 vjetësh tashmë. Në këtë opera gala Dona Ana, 22 vjeçë, kështu që... Për të cilën ne kemi folur edhe në Living Room, me shumë knajsi. Në këtë gala, në fakt, në këtë mbrëmje, këndoj me një tenor italian, Giuseppe Infantino, nuk ka ardhur asnjëherë në Shqipëri, një tenor shumë i mirë, këndoj fillimin e Violetës, Violeta Valeri, deri tek Brindisi. Pastaj kam Gjuditën nga opera Gjudita, Majnë Lipën. Nga opereta Gjudita, Majnë Lipën. Publiku e ka pritur me knajsin më të madhe këtë mbrëmje gala, sepse biletat janë shitur në kohë rekord. Për fatu mendoj që ka filluar prej kohësh, është vënë një standard të themi tani në teatr që prej 2 vitesh u bë, apo më shumë, prej 2 vitesh, që pothuajse të gjitha shfaqjet janë sold out, edhe kjo nuk, me thënë, është kënaqësia më e madhe që ne marrim si artist. Kur ti shikon sallën plot, me thënë është shpërblimi më i madh i gjithë atyre orëve pafund të provave. Pastaj është, siç thash në fillim, që është një shfaqje që ka larmi të themi pjesëzash që janë aq të këndshme, aq të bukura sa, me thënë, çdo kush do festoj dhe do gëzoj me secilin prej nesh që do dali, sepse gjen veten, gjen ato pjesët që ja u do shpirtit, me thënë që kudo që ti vësh, nuk thot asnjëri që këto pjesë nuk po i dëgjoj dot. Po janë njëra më bukur se tjetra dhe kjo është që e bën interesante dhe që publikun e bën të padurueshëm për ta bler biletën sapo të themi del në kalendar. Po, salla mbrëmje së plot në fakt. Përshkruajmë një emocion, është emocion edhe për artistët që performojnë, sikundër është një emocion edhe për publikun, edhe për audiencën. Do të ndalem tek një moment që është shumë i rëndësishëm për artistët në skenë, kostumografia. Do ta nis me Enadën këtë herë, sepse Enada, ndoshta jo të gjithë e din, por gjatë viteve të karrierës së saj, kujdeset vetë, i stilon vetë kostumet me të cilat performon. Nëse do t'jenë evente private, filloj dhe i stiloj unë. Me thënë, duke patur edhe bashkëpunëtor shumë të mirë, si që kanë edhe Ardi Asanin, Joni Peqin, pra të ndryshëm me të cilët unë ndaj idetë edhe ato i plotsojnë idetë e mia. Ndërsa në teatr, vërtet, vitet e fundit kam filluar t'i bëj vetë në bazë të roleve,
edhe duke përshtatur edhe ideve të koreografit, por sigurisht kam gjetur këtë zgjedhje dhe zgjidhje ke vetja ime, sepse duke qenë në qik natyrë detajiste dhe që kam emocion, jo vetëm pjesën kur kërcej, po dhe atë që vesh, mendoj që tjetë e imja dhe të mos vishet nga dikush tjetër. Kështu e përjetoj unë, mund të duket jo mirë për dikë që e dëgjon, por unë e përjetoj kështu. Dhe jam me pafundësisht veshje në shtëpi, plot, roleve të mia, dhe madje nëse do të vijet të rivijet Traviata prapë, po Carmen i prapë, unë do t'i qep nga një fustan të ri që të mos dalë njësoj me të njëjtin fustan që kam. E jashtëzakonshme. Ke një tesar në shtëpi. Po, e shijoj. Mendoj se me to mund të bëhet një ekspozite jashtëzakonshme. Ndodhi që unë kam akoma kostumet e Telebingo së 96. Vërtet? Me thënë ka filluar dhe mbaruar Telebingo. Jam kurioze ku i fut e na dhe gjithë këto veshje. Mendoj se edhe Eva duhet të ketë jo pak. Jo, unë kam shumë, po kam shumë për kam shumë. Duke a njohur këtë pikë të dobët. Enada, në këtë rast e ke stiluar vetë? Po. Më trego pak për veshjen në këtë opera gala. Veshja ime është bërë para 2-3 viteve për një event televiziv, që ishte pikërisht Carmen, që e koreografova po vetë, dhe në momentin që koreografi më propozoi përsëri për të kërcyer Carmen, edhe po i thashun çfarë kostumi, se fillova të merja në telefon, shikoj se do të qep një kostum tjetër e tjetër. I thash, kam edhe këto kostumet që i kam shtëpi, pëlqeu ky, tha, unë vërtet e kam menduar pakës një opera që t'jetë pakës më, me thënë gjithë galan, pak modern, mos jetë thjesht me kostumet e personazheve që ka çdo opera. Por, tha, ty dua të të mbaj, tha, pakës klasike, tha. Okej, dhe zgjodhi këtë kostum. Mirë po, është vërtet një që mua më pëlqen shumë. Jo, dhe i dukshë shumë mirë në skenë, fakt se ishte shumë elegant. Edhe është ndryshe nga të gjithë Carmen që është bërë në teatr, edhe thash, mua më pëlqen që gjithmonë të eksperimentoj me gjëra të veçanta në teatr. Sidomos ku kam edhe për të kërcyer një herë, që do dalësh tamam ose të bëj bam. Hoxha, o do shkëlqej, rrugë të mesme nuk ka. Mendoj që kemi të treja ne kemi një të përbashkët këtë gjën, që kur dalim, o duam të dalim dhe vërtet bëjmë figurën e mirë, ose ndryshe... Për këtë arsye jeni një të treja këtu. Dhe do të flasim edhe në pjesën e dytë për 3 divat. Do të mësojmë edhe të përditshmet tuaj edhe rutinat tuaja. Ndoshta edhe disa perceptime që mund t'i kemi edhe të gabuara, siç ndodh besoj. Në këtë rast, në këtë opera gala, sopranove o duhet edhe të kërcejnë. Mua për shembull. Pikërisht. Në fakt unë, kur bëhet fjalë për veshjet, në rolet që ne bëjmë, pavarësisht Enadës, i kemi pak specifike për personazhet që luajmë. Janë që nga parukja që vendosim, veshja në bazë të kohës që ke dhe në bazë të rolit, mund t'jetë një rol dramatik, mund t'jesh e detyruar që t'kesh një vdekje në fund. Më thënë, baleti është pak më ndryshe, i perceptojnë gjërat një çik më ndryshe. Në lëvizje, ne jemi pak teatr. I afrohemi teatrit, por atij teatrit të kënduar. Edhe që edhe në operën e Sofjes, gjithmonë çdo gjë është e përpikt që duhet patjetër të jetë ajo që është në teatr. Nuk mundet ta vendosësh vetë. Kurse pastaj, kur bëhet fjalë për gala, unë kam gjithmonë një problem që nuk rri dot pa kërcyer. Kam pasur ëndër tisha balerinë e vogël. Dhe më vjen mirë realitet këtë ëndër. Kur kam për të kënduar gjithmonë gjëra, materiale, të cilat japin mundësinë që ti dhe të plus i madh për një këngëtar. Absolutisht. Që arrin ta realizoj këtë gjë. Të kapësh nota të larta dhe ndërkohë edhe të kërcesh. Dhe jam e kushtëzuar në bazë të veshjes, sepse nuk mund ta vesh gjithmonë fustanin shumë të gjatë me taka të larta, sepse nuk arri do të bëj gjë. Dhe është gjithmonë deri në kyç fustani dhe këpucët janë gjithmonë një tak të vogël, e cila më jep mua mundësinë që të performoj një farë lirshëm. Lirshëm, kështu që unë jam e kushtëzuar. Na shoqëron edhe kjo video, është shkëputur një moment nga provat që nuk kanë qenë të shkurtra, duhet thënë. Keni punuar shumë për këtë opera gala. Jam unë këtu. Të shohim. Çfarë qëndrimi Ramona. Në prova. Ky është momenti i Evës.
eleganca e Nada Hoxhës. Performon me 2 balerinë italian? Jo. Këtu në janë 2 balerinë shqiptar. Janë 2 solistë rinj të teatrit, janë 2 djemë të cilët unë prej vitesh i kam aktivizuar edhe në projektet e mia, por edhe në teatr kam qenë të themi kur unë drejtoja, njëri prej djemve, me thënë e kam marrë sepse jam vërtet të talentuar. Dhe më vjen mirë që i kam në krah, mendoj që edhe ata janë të kënaqur që kërcejnë me mua. Kështu që kjo është një eksperiencë tjetër. Se presim se ata do tonë janë të nderuar. Sot shumë vështirë është që të shprehen, por mendoj që këta janë 2 djemë nga ata që e thonë fjalën e mirë. E njohin mirë njohin. E njohin. Kjo është shumë e rëndësishme. Do bëjmë një figurë të mirë të 3, sepse jemi të 3 gjatë gjithë kohës që kërcejmë, kështu që edhe unë ndjem vërtet mirë, komode, sepse nuk është e thjeshtë në skemë pas kaq vitesh, kur ti ndron partner, se ndodh, nuk është domethënë të tërë neve ndrojmë partner gjatë kërcimit. Pavarësisht se si e mësuar e tjerë, unë jam çik natyrë që, me thënë, e dua perfeksionin edhe me personin më të panjohur që të dalë mirë në skenë, sepse kam përgjegjësi. Ndryshe mendojnë këta të rinj, ndryshe mendojmë ne që kemi kaq shumë vite karrierë që nuk ja tolerojmë vetes asnjë gabim, edhe pse gabimet janë më se normale që ndodhin. Por mendoj që kjo shfaqje vajti mirë, siç kanë shkuar provat, mendoj që edhe shfaqjen e dytë mobilizimi do të jetë po i njëjtë. Do doja që të thoja dhe për trupën e baletit se kam bërë një punë të jashtëzakonshme, punohet deri vonë, edhe kanë bërë, them, në shfaqjen e parë një figurë shumë të mirë, sepse nuk kanë pak numra, po kanë mbi 8 numra më shumë, janë 8 koreografi që ata kërcejnë. Në fakt, më duket se është kombinim, këngëtar, balet, këngëtar, balet edhe peshën, unë mendoj që peshën kryesore këtu e ka baleti. Trupa e baletit. Dhe kanë bërë një punë shumë madhe, kanë një muaj ca që kanë filluar punën. Për punën e tyre. Të vazhdueshme. E vërtet. Edhe të palodhur gjithmonë që dhurojnë emocionet jashtëzakonshme. Mos harrojmë që kalendari si për ne trupën e baletit, por edhe për të gjithë, është shumë i ngjeshur, me thënë sa mbarojmë një shfaqje fillon shfaqja tjetër. Ndoshta unë jam pak, domethënë, më e tërhequr, po pjesa tjetër dërmuese janë. Përpara se të shkojmë në pjesën e dytë, përse kjo tërheqje jotja dhe përse kjo mungesë gjatë këtyre muajve, Nada? Nuk e dashur ti që të përfshihesh më shumë në projektet e teatrit, operas dhe baletit? Unë mendoj që në stadin që jam unë tani, mendoj që ka ardhur koha, jo të tërhiqem absolutisht, se jam ndije mirë, jam në formë e tjerë. Mendoj që duhet të dalë në shfaqje që edhe unë, por edhe ata që vinë dhe kryojnë, apo ata që na drejtojnë, të jem në disa shfaqje të rëndësishme të teatrit, për emrin, për karrierën, për gjitha. Dhe të ketë vënd për të gjithë, siç ka, sepse unë askujt nuk i kam zënë vëndin, apo nuk kam lënë që thuhet që s'ka kërcyer njëri, të gjithë kanë kërcyer, por mendoj që ka ardhur një moment kur unë të fokusohem në shfaqje të rëndësishme, në shfaqje të mira, si që mendoj unë të paktën, por dhe si që mund të mendojnë dhe ata që drejtojnë. Kështu që është dhe një zgjedhje, por jo gjithmonë është një zgjedhje imja, do doja të kisha dhe më tepër, por kështu e mendojnë ata që drejtojnë, apo unë nuk dua të jap ndoshta një shpjegim më të detajuar, por e kuptoj. Pra, me sa po nuk është bërë propozimi por megjithatë më vjen mirë që ka respektuar edhe zgjedhjen time, sepse mund të ketë edhe drejtues të cilët thonë që shiko se ti e ke për detyrë të dalësh në çdo shfaqje, edhe mund të ndodhi edhe kjo. Por unë mendoj që e kanë respektuar edhe zgjedhjen time. Mendoj që unë në këtë stad që jam duhet të jem kështu siç po vazhdoj tani me gjëra të pakta po cilësore. Si që mendoj unë për vete, se të gjitha shfaqjet janë cilësore, po mendoj unë për veten time si e Nadë. E kuptova. Është shumë modeste se ç'duhet e Nada. E kuptova. Ke statusin e divës. Dhe një diva po faleminderit, po është pak se po. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe do të flasim pak për të përditshmën tuaj. Një diva modeste.